Kandidatët që synojnë të bëhen deputet nga radhët e listës serbe nuk kanë marrë aprovimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të garuar në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Certifikimi i tyre nuk mori votat e mjaftueshme, ndonse nga zyra për certifikim të subjekteve politike deklaruan se asnjë nga kandidatët e kësaj partie nuk bie ndesh me dispozitat e parapara. Nga të dhënat e verifikuara të planuara nga institucionet, rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me nivelin 30 të ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme. Nga gjithsej 11 antar, sa ka KQZ-ja, kundër ishin 2 vota. Për certifikimin e listës serbe ishin 3 vota e 6 abstenime. Diskutime në mbledhje ngjalli lista e kandidatëve të koalicionit vakat. Antari i KQZ-s nga komuniteti bosnjak, Almir Saiti, ngriti shqetësimin se në listën e këtij subjekti politik janë përfshirë kandidatë nga komunitetet e tjera, në mënyrë që të uzurpohen vendet e garantuara në kuvend. I nderuar kryesues, në këtë rast ju akuzoj juve drejt për së drejti se jeni bashkëpjesëmarrës në këtë, bashkë me drejtorin e zyrës nga se me mosveprimin tuaj, siç edhe e dini, kodi i procedurës penale thot se edhe kur nuk veproni, nuk ndërmerrni gjëra, lejoni që të shkelen të drejtat e një komuniteti të caktuar. Në këtë rast lejoni dhe silleni në vend se si gjyqtar apeli. Ju silleni si gjyqtari një ndeshjeje futbolli dhe thoni, unë do të gaboj, e leta kontrolloj këtë vari. Saiti u largua nga mbledhja e drejtori i zyrës për certifikim Besnik Buzhala deklaroi se etnia e kandidatës Ena Krasniqi nuk është arritur të verifikohet nga institucionet nga të cilat është bërë vlerësimi. Sipas Buzhalës, ASK-ja që posedon të dhëna të tilla nuk i ka ofruar ato për KQZ-n. E nga kandidatja Krasniqi kanë pranuar dokumente se ka lindur në Sarajev e se njëri prind është nga komuniteti bosnjak. Ne dim që regjistri qendror civil, nga i cili edhe e krijon listën e votuesve, nuk ka fushë përkatëse që një qytetar kushtetas Kosovës e identifikon bazë të etnisë. Edhe na rrjedhimisht e kemi që pamundër për me identifiku një person se cilës etni ka në Republikën e Kosovës. Reagimin e antarit Saiti e konsideroi si jo korrekt kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi. Por sytë që të jetë, veç po du thjesht me deklaru që unë asnjëherë jo zyrës pas sekretariatit, as ndonjë zyrtari në KQZ nuk tentoj me as me bo presion, as me tregu se çka me vepru. Pas deklarimit të disa prej antarëve që nuk mund të marrin pjesë në votimin e certifikimit të listës së koalicionit vakat, kryesuesi Radoniqi propozoi që ajo të votohet pa përfshirë kandidatën Krasniqi. Gjatë mbledhjes, antarja e komunitetit turk Mufera Shinik tha se nga deputeti bosnjak Rasim Demiri mori një mesazh përmes së cilit u kritikua për qëndrimin kundër certifikimit të koalicionit vakat. Sramota ovo što radiš Mufera, hoćeš da ti Ena dovede majku koja je rodila u CIK. Rasim Demiri. Shqetësimi i saj bëri që mbledhja e KQZ-s të ndërpritet për disa minuta. E në këtë mbledhje, mes tjerash, KQZ-ja certifikoi edhe listën votuese për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas saj, numri i shtetasve të Kosovës me të drejtë vote në këtë proces zgjedhor është 2.076.290 votues. Prej tyre, 77.085 votues janë regjistruar për të votuar jashtë Kosove.